Mirë, në seancë kemi vetëm një çështje në renditës që ka të bëjë me zbatimin e vendimit të sotëm të kolegjit zgjedhor për regjistrimin e kandidatit të propozuar nga zgjedhësit, zotin Gjergj Nika, si kandidat për kryetar të Bashkisë Vlorë për zgjedhjet e datës 9 nëntor 2025. Po, Josifi. Po, atëherë, në vim të kësaj që sapo thatë, zoti Gjergj Nika i është drejtuar me kërkesë padi kolegjit zgjedhor gjyqësor, duke kërkuar shfuqizimin e vendimit 109 të datës 26 tetor të Komisionit të Ankimeve dhe Sanksioneve, si dhe ndryshimin e vendimit të komisionerit shtetëror me numër 1437, po të datës 26 tetor. Kolegji zgjedhor gjyqësor me vendimin numër 33 të ditës së sotme ka vendosur pranimin e kërkesë padis, shfuqizimin e vendimit 109 të KAS, si dhe ndryshimin e vendimit 1437 të komisionerit shtetëror të zgjedhjeve, duke vendosur përfundimisht regjistrimin e zotit Gjergj Nika si kandidat për kryetar bashkie të propozuar nga zgjedhësit në zonën zgjedhore Bashkia Vlorë në zgjedhjet e pjesëme vendore për kryetar bashkie në disa njësi të qeverisjes vendore të datës 9 nëntor 2025, si dhe ka ngarkuar KQZ-n për zbatimin e këtij vendimi. Për sa më sipër, ju paraqitet për shqyrtim dhe miratim projekt vendimi bashkëlidhur. Mirë, atëherë, përderisa kolegji zgjedhor si instancë gjyqësore ka vendosur në lidhje me këtë çështje, do të pranojmë regjistrimin e zotit Gjergj Nika si kandidat për kryetar të Bashkisë Vlorë propozuar nga zgjedhësit në zgjedhjet e pjesëme vendore për kryetar bashkie në disa njësi të qeverisjes vendore të datës 9 nëntor 2025 dhe renditjen e tij i treti në fletën e votimit të kësaj njësie zgjedhore. Mirë. Çështje të tjera nuk kemi. Mirë, faleminderit, seanca mbyllet.